Në intervistën e tij për RTS, drejtuesi i SPAK Altin Dumani u pyet drejt për drejt nëse hetimet për aferat korruptive kanë prodhuar gjurmë, prova apo fakte që përfshin kryeministrin Edi Rama. Përgjigjja e tij ishte e prerë. Në asnjë nga dosjet që janë hetuar dhe dërguar për gjykim, emri i Edi Ramos nuk ka dalë në asnjë aferë korruptive apo lidhje me grupe kriminale. Kjo deklaratë, e cila në çdo vend demokratik do të rondiste sistemin e drejtësisë, u interpretua si qoka e fundit që Dumani i bën Ramos përpara largimit nga detyra. Në thelb, kreu i SPAK amnistoi publikisht kryeministrin, duke dhënë garanci se sultani i pushtetit mbetet i paprekshëm, pavarësisht provave, dosjeve dhe hetimeve që kanë përfshirë drejt për drejt qeverinë dhe ministrat e tij. Por realiteti është ndryshe. Në çdo dosje të madhe korruptive, emri i Ramos është aty, si nënshkrues, urdhërues apo përfitues politik i vendimeve që kanë prodhuar miliarda euro humbje për shtetin. Disa nga aferat ku SPAK nuk pa gjurmët e Edi Ramos. Landfillet e Tiranës, Elbasanit dhe Fierit, ku Rama firmosi shpalljen e emergjencës së mbetjeve, dha bonusin 8% përpara se të krijoheshin kompanit, shpronsoi tokat, nënshkroi kontratat dhe inauguroi projektet me Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin. E dyta, Kulla Ala Bar në Durrës, ku 812.000 m2 tokë publike ju dhuruan investitorëve arab me falje prej 210 milion euro detyrimesh fiskale. E treta, programi investitorëve strategjik, ku me firmën e Ramos janë dhënë 980 hektar tokë bregdetare dhe 30 vite biznes pa taksa për oligark dhe trafikantë të lidhur me pushtetin. E katërta, 45 kullat në Tiranë, ku lejet janë dhënë pa verifikim financiar dhe metroje publike të falura. E pesta, rrugët Thuman Kashar, rruga e Arbrit dhe e Qukës Qaf Ploç, ku kostoja u trefishua pas nënshkrimit të kontratave me vendime të vetë Ramës. 6. Tuneli Llogaras, koncesioni dhënë me firmën e tij miqve të Erdogan dhe Bexhet Pacollit. E 7. Koncesionet e shëndetësisë, check-up, dializa, laboratori sterilizimi, të miratuara dhe promovuara publikisht nga vetë Rama. E 8. 114 kontratat 1 euro me të cilat janë dhuruar toka, liqene, pyje dhe objekte publike për oligarkët e klientët e qeverisë. E 9. Afera e kompanisë Air Albania, që i ka vënë në dispozicion avion charter për udhëtime personale. E 10. Stadiumet e Tiranës, Durrësit, Vlorës dhe Korçës, ku toka publike është dhuruar për ndërtim kullash dhe hotele private. E 11. Fonde bujësore të BE-s përvetësuar nga kompani dhe individ të lidhur me kabinetin qeveritar, me miratim nga Ministria e Bujqësisë dhe Kryeministria. E 12. Afera me Gonigal, ku Rama përmendet 14 herë në raportin e FBI-s si i përfshirë në marrëdhënie korruptive dhe ndikime të palishme me oligarkët rus. E 13. Përgjimet SKECC dhe dosjet 339 dhe 184, ku emri i tij del si urdhërues politik në përzgjedhjen e kandidatëve të PS-s dhe aktivizimin e grupeve kriminale në zgjedhje, në secilën prej këtyre aferave, vendimet e fundit, urdhrat dhe pagesat kalojnë në zyrën e Edi Ramës. Pra, nëse SPAK nuk ka parë gjurmë të tij, do të thotë se ose nuk ka dashur t'i shoh, ose i ka groposur me vedije. Në vend që të konfirmonte se drejtësia do të ndjek çdo kënd, pavarësisht postit, Altin Dumani zgjodhi të mbrojë publikisht personin më të fuqishëm të vendit. Në thelb, kjo është rrëzimi moral i reformës në drejtësi. Në 3 vite drejtim, Dumani është treguar i vendosur për të arrestuar ish-ministra, zyrtar të nivelit të mesëm dhe bashkiak, por asnjëherë nuk ka shkuar më lart, aty ku fillon zinxhiri i vendimeve. Deklarata e tij është përkthyer si garanci politike për Ramën në prag të përplasjeve të ardhshme me SPAK. Në mënyrë të pashmangshme, ajo e vendos Dumani në të njëjtin rresht me drejtuesit e mëparshëm të prokurorisë që nuk shikonin, nuk dëgjonin, nuk vepronin ndaj pushtetit. Në fund, Altin Dumani mund të ketë përmbyllur karrierën e tij si drejtues, por me këtë intervistë ai varrosi besimin e publikut tek drejtësia e re, sepse kur kreu i SPAK thotë se Edi Rama nuk del në asnjë dosje, ai nuk flet për mungesë provash, por për mungesë guximi.